Të nderuar etër, të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin. Kemi hyrë në periudhën e bekuar të vitit liturgjikal, sepse kemi startuar kreshmët e Krishtlindjes. Tradita e kishës shekullore ka vendosur që pregatitja jonë për festën e madhe të Krishtlindjes nuk është thjesht ajo e zbukurimit me drita artificiale, me pemë shenje e paganizmit, por të pregatitemi shpirtërisht dhe trupërisht për t'i bërë vend Zotit në zemrën tonë. Dhe një nga mjetet që na jep kisha është kreshma. Prandaj, në qoftë se doni vërtet të festoni Krishtlindjen, mos neglizhoni kreshmën, mos e mohoni kreshmimin, sepse kur nuk do të arrini që Zoti të vijë në zemrat tuaj. Thjesht do festoni një Krishtlindje pa Krishtin. Por ajo që dua të them sot ka lidhje me një nga apostujt më të dëgjuar të kishës. Sot, më datën 16 nëntor, kisha jonë kremton apostullin dhe ungjillorin Mathe. Dhe ne duhet dim se jemi një kishë apostolike, që do thot e ndërtuar dhe e themelosur tek apostujt e Krishtit. Ku guri i qoshës është Krishti dhe ata janë gur të këtij themeli. Prandaj kisha është e pamposhtur. Le të lexojmë pjesën e ungjillit që na tregon për thirrjen që Zoti i bëri Mateut. Si u largua prej andej, Jesui pa një njeri që rinte ulur në bangën e taksave që quhej Mate. Jesui tha: "Më ndiq." Ai u ngrit dhe i shkoi pas. Ndërsa ishin ulur për të ngrënë në shtëpinë e Mateut, erdhën shumë të agrambledhës dhe mëkatar që ulën tryez bashkë me Isuin e me dishepujt e tij. Kur e pan këtë gjë, fariseët u thanë dishepujve: "Përse mësuesi juaj ha me të agrambledhës e me mëkatar?" Por kur dëgjoi këto, Isui tha: "Nuk janë të shëndoshët ata që kanë nevojë për mjekun, por të smurët. Shkoni e mësoni, çdo të thotë, dua mëshirë dhe jo flime. Dhe unë nuk kam marrur të thras të drejtët, por mëkatarët." Krishti shikoi një njeri i cili e kishte në fillim emrin Levi dhe pastaj u quajt Mate. Fjala Mathe ose Mate do thotë dhuratë e Perëndis. Krishti shikon, ndryshe nga çfarë shikojmë neve. Ne shikojmë pamjen e jashtme, statusin, pasurinë dhe shpeshherë krijojmë ide të gabuar për njerëzit. I nderojmë ata nga ajo çfarë ata shfaqen dhe jo nga ajo çfarë ata janë në të vërtetë. Por Krishti shikon në zemër. Madje Krishti shikon atë që ne nuk e shikojmë dot, potencialin që kemi neve për të ndryshuar, për të bërë të ngjashëm me Zotin. Krishti shikon Mateun. Ku e shikon? Mos e shikon në kishë, në tempull, mos e shikon duke bërë vepra të mira, jo. E shikon në trapezën ku mblidhte taksat, sepse ai ishte doganjer. Do dini që në atë kohë doganjerët ishin njerëzit më të urryer të popullit Izraelit, sepse ishin hajdut. Ata merrshin më shumë taksa se që ishit caktuar nga pushteti romak. Dhe për këtë arsye urreheshin nga populli. Por farisejt që e marrin veten për të drejtë dhe gjykatar, vetëm dy kategori njerëzish. Të agrambledhësit dhe prostitutat, sipas tyre, nuk mund të hynin në mbretërinë e Zotit, ishin të përjashtuar. Po ja që Krishti erdhi dhe për këta mëkatar, që mendojnë se ishin të pashpëtuar, dhe e thret Mateun atje, në profesionin e tij mëkatar, dhe i thot: "Më ndiq." Të dashur të krishterë,
të gjithë jemi qenie mëkatare. Dhe të gjithë ndoshta abuzojmë me profesionin që kemi. Po Zoti nuk na përbuz. Na vjen atje ku bëjmë edhe mëkatin, edhe na thërret. Eja pas meje, eja ndrysho jetën tënde, mos vazhdo të vjellësh, mos vazhdo të gënjesh, mos vazhdo të bësh imoralitet, mos vazhdo të lakmosh, ndrysho, eja pas meje. Prandaj kjo thirrje që Zoti i bëri Mateut na i bën të gjithë neve. Eja një pas meje, mbas Zotit të shkojmë, që të ndryshohet jeta jonë. Dhe çfarë bëri Levi ose Mateu? La gjithçka. La profesionin e tij, la fitimin e tij, la të ardhurat dhe sigurinë e tij dhe shkoi mbas Krishtit. Duket si një marrëzi. Çfarë bëri Mateu? Por ai la një profesion që ishte edhe mëkatar dhe fitoi dinjitetin për të bërë apostull i Krishtit. La një pasuri toksore dhe fitoi pasurinë më të madhe të pachmueshme, Thesarin, që është Krishti. La një përbuzje dhe mallkim nga populli dhe fitoi nderin dhe dinjitetin për të bërë apostull i Krishtit, për të kujtuar në jetë të jetëve. Prandaj të dashur të krishterë, kur shkojmë mbas Krishtit ne nuk humbasim, por ne fitojmë. Diçka tjetër, dëgjuam se apostull Matej e çoi Krishtin në shtëpinë e tij. Kjo është shumë e rëndësishme. Krishti nuk do një takim thjesht periferik, do ty në zemrën tënde, në shtëpinë e shpirtit tënd. Mos ke turp ta pranosh Krishtin ashtu siç je. Mos u fshe përpara Krishtit, ai të njeh çfarë je, çfarë ke bërë, çfarë mendon. Por Zoti thot, pranom në shtëpinë tënde, në zemrën tënde, dhe unë do të pastroj, do ndriçoj, do të shenjtëroj, do të ndryshoj. Çojeni Krishtin tek shtëpia juaj, te të afërmit e tuaj. Mos keni frikë se ata njerëz mëkatar. Për këtë ka ardhur Krishti. Për mëkatarët. Shpeshherë neve kur jemi jashtë kemi një maskë, por në shtëpi tregojmë kush jemi realisht. Dhe Krishti na njeh ashtu siç jemi realisht. Prandaj mos keni turp ta çoni Krishtin në shtëpinë tuaj. Ti tregoni problemet e familjes tuaj. Mos u justifikoni, mos i mbroni njerëzit tuaj, se Zoti i njeh, por paraqitjen e Zotit ashtu siç janë, me mëkatet që kanë dhe kërkojnë ndihmë. Dhe do thoni juve, ku ta gjejmë Krishtin që ta çojmë sot në familje? Krishti është në kish. Krishti është te shërbëtorët e tij. Merrni priftërinë e Zotit, çojini në shtëpitë tuaj, t'ju bekojnë, t'ju shenjtërojnë familjen. Çojini Krishtin në zemrën tuaj me anë të misterit të pendim rrëfimit dhe gjërat do ndryshojnë. Por shikojmë që farisejt i thanë nxënësve, pse mësuesi juaj me ta grambledhës, me mëkatar? Donjëherë edhe këtu në ambientin kishtar kemi njerëz që gjykojnë. Thonë, unë bosh kisha me mëkatar. Dhe thonë, ky ka bërë atë, ky ka bërë këtë. Vërtet. Po kush nga juve, unë i pari, thotë tu që nuk është mëkatar. Në qoftë se ne jemi të drejtë, kemi ardhur kot dhe gabim në kish. Kisha është një spital për të shëruar sëmundjen e mëkatit. Dhe ungjilli i Krishtit dhe i kishës është për mëkatarët, jo për drejtët. Prandaj vim në kishë se jemi mëkatar. Dhe kush gjykon mëkatarët, ai bëhet me frym antikrishti, sepse vetëm Krishti është gjykatës. Prandaj të dashur të krishterë, mos gjykoni edhe priftërinë, teologët, katekistët, kur i shikoni të bisedojnë me mëkatarët, me ajdutët, prostitutat, mos i gjykoni, se kjo punë është punë e kishës, për të shëruar mëkatarët, për të shpëtuar mëkatarët, por dhe diçka tjetër. Krishti vajti në shtëpinë e Mateut, jo thjesht për të ngrënë dhe për të pirë, por të bërë shok me mëkatarët, sepse dhe këtu abuzohet. Krishti vajti ti ndryshoi mëkatarët. Në qoftë se ti vërtet do ndryshosh mëkatarët, ha dhe pi me ata, po tregoj të vërtetën. Çoj në kish, çoj te misteri pendim rrëfimit, qortoj për mëkatet e tyre dhe mos u bë shok. Dhe
diçka tjetër që duhet themi. Mateo ndryshoi gjithë jetën. Ai që ishte një tagambledhës u bë apostull dhe ungjillor. Madje shkruaj dhe ungjillin e parë. Sepse Zoti nuk kërkon ta ndryshojmë aftësitë që kemi. Pra, Mateu atë pen që e përdorte për të regjistruar taksat e përdori për shkruajt ungjillin. Secili për nesh ka një dhuratë nga Zoti. Këtë dhuratë nuk duhet ta heqë, po duhet ta transformoj, ta shenjtëroj. Je një piktor, bëu një piktor i shenjtë. Je një mjek, bëu një mjek i shenjtë. Je dikush, pra ke një profesion, shenjtëroje profesionin tënd. Vetëm 2 profesione nuk shenjtërohen. I prostitucionit edhe i gladiatorëve që ishin në atë kohë, që vrisin njerëz. Të gjitha profesionet mund të shenjtërohen. Prandaj dhe kisha bëhet pjesë me njerëz që kanë profesione që duhet kontribojnë për lavdinë e Zotit. Edhe diçka tjetër. Të gjithë neve mund të shkruajmë ungjillin. Do thoni juve, po ungjillit janë shkruar, çfarë do shkruajmë? Shkruaj ungjillin tënd. Çfarë bëri Zoti me ty? Mos hesh, fol, tregoju njerëzve, të afërt, familjarëve, shokëve, miqve, çoj te Krishti. Dhe ungjilli më i mirë nuk është ai që shkruhet me penë, por ai që shkruhet me jetë. Amin.